Ja ku jemi sërish së bashku, këtë erë në rubrikën Opinion, patjetër do të flasim për aktualitetin politik. Me ne në studio është Tedi Blushi, drejtori i Balkan Web, kolegu ynë. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kemi parë, po, Ermela. Mund të vazhdosh. Kemi parë pra shkarkimin e ministrit Manjani në vijim të një serie deklaratash nga disa ministra dhe deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim, por e nisim nga momenti i sotëm, pra shkarkimi një ministri, për herë të parë kemi një ministër të LSI-s që nuk dorëhiqet, por shkarkohet nga kryeministri Rama. Në fakt ka qenë një mbrëmje e dieshmja, edhe mëngjesi sotëm një mbrëmje e jetshme tensionesh apo një luftë nervash mes dy kryetarëve të koalicionit, zotit Meta dhe zotit Rama. Sepse pikërisht debati ky ka qenë, le të themi, debati i fundit, se do kemi kohë të analizojmë shkaqet që quhen te shkarkimi i Manjanit. Pra debati ishte nëse Manjani duhet të dorëhiqej apo duhet të shkarkohej. Nga ana e LSI-s dhe kryetarit Meta u insistua në faktin që nuk ka arsye pse Manjani t'i jap dorëheqjen, për sa kohë të paktën duke lënë të nuk kuptohet edhe kryeministrit Rama, LSI-ja le të themi deri diku i mbështeste deklaratat e tij, qoftë publike apo qoftë ato private apo brenda koalicionit, deklaratat të cilat apo qëndrimet të cilat publiku nuk është njohur. Dhe nga ana tjetër, është lënë le të themi do përgjashta në thonjza kryeministrit Rama për të vepruar, sepse duhet të kemi parasysh që për një shkarkim të një punonjësi të thjeshtë administrate nevojitet një argumentim apo një motivim shkarkimi dhe jo më kur vjen fjala për një ministër. Dhe pikërisht këtu është zhvilluar dhe lufta e nervave mes dy kryetarëve të koalicionit, derisa arriti momenti që kryeministri Rama nuk pati më hezitim, duke qenë që nga ana tjetër le të themi nuk gjeti atë dakordsinë e nevojshme që kjo lëvizje apo kjo shenarje e madhe brenda koalicionit të kalojë me një dorëheqje, sikundur janë kaluar të paktën 2 dorëheqje ministras të LSI-s deri tani, dhe u firmos shkarkimi i cili deri diku do kërkojë një motivim të paktën nëse opinioni publik shqiptar i di deri diku arsyet, Kancelaritë Perëndimore do ta kenë të vështirë ta gëlltisin le të themi këto akuza shumë të ashpra, sepse nuk ishin thjesht akuza politike, por mes tyre pra mes deklaratave të Manjanit pati dhe akuza penale, të cilat ishin vërtet akuza shumë të rënda. Mund të them që telenovela e bashkëpunimit PS-LSI sot nuk ishte as fundi as fillimi. Është një telenovel që vazhdon prej vitesh dhe që është le të themi karakterizuar nga nota shumë të ashpra, sidomos gjatë periudhës së fundit. Zoti Manjani vuri një afat le të themi 6 mijor, pra ka 6 muaj që kërkohet shkarkimi i tij, dhe nëse një kujtesë fare thjesht ky afat pra 6 mijor përkon pikërisht me periudhën kur filluan dhe diskutimet e reformës në drejtësi, dhe mos harrojmë që Manjani ka qenë nga insistuesit e parë, duke qenë dhe në pozitë ministri, i cili kundërshtonte le të themi të quajtur program apo projekt draft të hartuar nga Komisioni Xhafaj në atë kohë. Komplikacionet le themi tash mund të themi që kutia e Pandorës është hapur. Vështirë që gjendet mund të hyjnë tashmë brenda kësaj kutie, sepse Manjani i hapi petet e lakrorit, pra i hapi përfundimisht petet e lakrorit dhe le të themi gjithçka ai di sipas tij se çfarë ka ndodhur në prapaskenë brenda mazhorancës, dhe sigurisht do të kemi zhvillime të reja. Mund të them që ky shkarkim kulmoi edhe me ta shoqëruar çështja Balili, pra Escobari i Ballkanit, i cili prej gati një viti, edhe pse në kërkim ndërkombëtar, edhe pse ndaj tij ka një urdhër arresti nga gjykata në mungesë nga gjykata e krimeve të rënda, ai ende nuk është kapur. Në bazë të informacioneve të mia, pika le të themi që derdhi gotën në marrëdhëniet e Ramës me Manjanin ishte një intervistë e tij televizive pak kohë më parë, pak javë më parë, kur nga një studio televizive të kolegut Balla mos gaboj, bëri deklarata vërtet shumë të ashpra në adresë të qeverisë. Dhe kjo është pika le të themi që derdhi ujë në gotën e Manjanit. Më pas, zhvillimet persipituan në akuza jo vetëm të Manjanit, por dhe të kolegut të tij Lefter Koka dhe deputetëve të tjerë të LSI-s, të cilët si kundër pesh pra fokusuan ministrin e brendshëm. Pikërisht kjo është sepse ne kemi largimin e zotit Manjani nga qeveria, mirë po ndërkohë përpara kemi pasur disa
deklarime tjera të njëpasnjëshme. Ka qenë ministri Koka i cili ka folur dhe ka qenë intervista e tij e cila u prit me buj, me njëherë pas tij ka qenë deputeti Tavo i cili pastaj hodhi akuzat tjera nga Gjirokastra dhe pastaj deputeti Rama. Ishte një Për publikuar dhe një, le të themi, një mbledhje e zhvilluar 2 muaj më parë, e kryetarit të grupit parlamentar aktualisht ministri i drejtësisë i ri, le të themi, ende i padetyruar Petrit Vasili, i cili ka këshilluar deputetët dhe bashkiakët e LSI-s që të kenë kujdes nga policia, pasi sipas tij mund të, domethënë, ka tentativa apo ka të dhëna gjithmonë sipas zotit Vasili se policia po tenton apo segmentet e caktuara të policisë po tentojnë të inkriminojnë deputetët e LSI-s në trafikun e drogës. Pra nuk është një qefmbetje e kryeministrit me i ministër që flet pa leje nëpër media. Nuk është çështje qefmbetje personale. Është një çështje hatërmbetje më e madhe, pra është politike. Debati këtu nuk është debati Majani Rama, është debati Meta Rama. Dhe kjo nuk do shumë logjik. A kalohet kjo me shkarkimin e një ministri? Palët të paktën kjo është e vërteta e madhe sot, sepse sot u thanë disa gjysmë të vërteta që në thelb të rënda, por që në thelb përbën një gënjeshtër të madhe në gjykimin tim. E vërteta e madhe sot është që të paktën Meta konfirmoi vijimin e koalicionit me Partinë Socialiste. Pra, në qoftë se zoti Luan Rama sot tha se LSI-ja ishte përballë 2 alternativave, o të shkarkonte Ramën apo të shkarkonte Majanin, sigurisht LSI-ja zgjodhi të shkarkonte Majanin duke pranuar praktikisht pra dhe vjushmërinë e këtij koalicioni të paktën deri në zgjedhjet parlamentare. Por kjo është e vërteta që mund të thuhet me siguri që indirekt sot Meta pranoi që do të hyjë në zgjedhje me Partinë Socialiste. Është diskutuar në fakt shkarkimi Ramës? Me gjithë lëvizjet që do duhesh. Fakti që përmendet edhe zyrtarisht, pra mos harrojmë që tashmë Luan Rama është kryetari i grupit parlamentar dhe nën kryetar i Lëvizjes Socialiste për integrimin nga bashkëpunëtorët më të afërt të zotit Meta brenda kësaj partie, sigurisht që pra opsioni ka qenë që Meta ose të dilte vullnetarisht pra të refuzonte bashkëpunimin me Ramën në këtë pikë, duke patur përballë një kërkesë për një shkarkim ministri, pra ose të dilte vetë ose të detyrohej të dilte nga koalicioni, sepse mos harrojmë që përveç Majanit kemi edhe një ministër tjetër, zoti Koka, i cili ka bërë akuza shumë të ashpra ndaj ministrit të brendshëm, pra nuk është thjesht një debat politik, kemi 2 figura që funksionojnë, që duhet të funksionojnë në fakt si një e tërë, sepse bëhet fjalë për 2 ministra pavarësisht se janë përfaqësues nga forca të ndryshme politike. Dhe në këtë kuptim pra, sigurisht që kjo lloj bashkëqeverisje bëhet e vështirë. Ka qenë e vështirë, po tashmë, sikur e thash në fillim, palët kanë preferuar që t'japin petët lakrorit, kutia e Pandorës është hapur, sigurisht që nuk do të mbyllet me kaq. Ka pasur një pretendim shumë të rëndë sot nga ish ministri, le të themi tashmë, zoti Manjani, që ministrat kanë fjetur me të dashurat te Santa Quaranta, pra te hoteli Klement Balili të shpallur në kërkim, dhe kjo do të thotë që jo vetëm domethënë ka pamje filmike, por tashmë këto pamje filmike mund të jenë pra sigurisht dhe në duart e Klement Balili në rast se gjithmonë ky fakt i pretenduar është i vërtet. Dhe imagjinoni pra kur një personazh kaq i njohur i botës së krimit, që shumë shpejt do të bëhet edhe çështje në Këshillin Kombëtar të Sigurisë, të mund të ketë prova apo fakte që inkriminojnë deri diku apo mund të shantazhojnë, qoftë edhe si shantazh, mund të kapin ministrat të qeverisë Rama. Prandaj them që janë vërtet akuza shumë të rënda. Zoti Majani sot nuk e saktësoi nëse do të shkonte apo jo në prokurori. E la të hapur në fakt, sa janë institucionet që duhet merren vetë. Fakti që institucionet do merren vetë tregon që ndoshta ai nuk e ka shumë seriozisht këtë punë pra të ndjekjes ligjore të këtyre akuzave, por sigurisht kanë qenë akuza të rënda që e kanë tronditur, le të themi, opinionin publik shqiptar. Dhe imagjinoni kur, domethënë, ne tashmë jemi mësuar me akuza, ka pasur akuza akoma dhe më të rënda deri në implikim të politikanëve të lartë të përfshirë jo vetëm në afera korruptive, por deri në vrasje apo lidhje me segmente të botës së krimit, por imagjinoni për diplomatët e huaj apo për kancelaritë perëndimore që shohin apo që marrin vesh nga lajmet, sepse sigurisht që çështja e shkarkimit, më falni, të zotit Majani është bërë një lajm tashmë ndërkombëtar, pra është paqësëruar dhe në meta ndërkombëtare, dhe imagjinoni pra të lexojnë këto lloj akuzash që bëhen nga një ish antar i kabinetit qeveritar që parimisht besohet që ka ditur më shumë se sa ne.
pra më shumë se sa çfarë po ndodhte brenda qeverisë. Kemi parë çuditëra në këtë vend, jemi mësuar të shohim fakte nga më të çuditshme. Çudia e radhës ka qenë kjo me gjithë deklaratat, kjo dita e sotme me gjithë deklaratat që solli. Ka një lloj ardhshmërie tashmë reale koalicioni pas kësaj që kaloi? A mund të kalohet kjo lloj pengese që u krijua ose ky lloj ndeku i krijuar në marrëdhënie sot? De jure në thonjza është kaluar. Sepse fakti që LSI-ja pranoi të shkarkojë ministrin e saj pra të pranoj kushtin le të themi të panegociueshëm të Ramës, tregon që indirekt zoti Meta pranoi që të vijojë koalicionin, ndoshta për të justifikuar edhe një herë që LSI-ja deri në fund pra i qëndron marrëveshjeve politike, sikundër ka vepruar edhe në të kaluarën. Dhe fakti pra që u pranua apo u negociua le të themi që pavarësisht atyre luftës të nervave të orëve të fundit, që zgjati deri në orët e para në fakt të mëngjesit të sotëm, nëse Majane duhet të dorëhiqej apo të shkarkojë, u pranua shkarkimi, u pranua dhe le të themi dhe propozimi që do të jetë zoti Vasili, tregon që Meta indirekt ka pranuar që ky koalicion do vijojë deri në zgjedhjet, por enigma më e madhe apo paqartësia më e madhe sigurisht që mbetet se çdo të ndodh pas këtyre zgjedhjeve. Sepse duke patur parasysh që Lëvizja Socialiste për Integrim po tregon nga viti në vit që është një forcë në rritje, sigurisht që nuk mund të ndodhë më në gjykimin tim që pas zgjedhjeve Ilir Meta të pranojë sërish që të hyjë në koalicion me PS-n duke pranuar Ramën kryeminist. Futja e Petrit Vasilit tashmë në kabinetin qeveritar, një figurë që është parë gjithmonë si figura e dytë pas Metës në Lëvizjen Socialiste për Integrim, një personazh politik i qetë, jo konfliktual, që ka tentuar gjithmonë drejt kompromiseve edhe në tonë më i qetë, e ndryshon sepse nëse drejt tani fabula e një ministri që konfliktohet me kryeministrin apo një ministri siç ishte paraardhësi i tij që ndoshta nuk po i jep inputet e nevojshme për shpejtimin e reformës në drejtësi, edhe mund të mbante. A duket ky siguri i fundit, pra nëse do të shohim më vonë një përplasje mes ministrit Vasili dhe kryeministrit Rama, do të ishte kjo pastaj çarje e madhe dhe pa. Nuk është thjesht një përplasje mes kryeministrit dhe institucionit. Jo, por nëse do ta shikonim ajo që duket publikisht. Sigurisht që ju e thatë me të drejtë që zoti Vasili ka vërtet një profil të paktën një politikan paqëtonjës, pra nuk është një politikan le të themi deri diku agresiv, është sigurisht nga figurat më kryesore të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe më të quotuarat brenda kësaj lëvizje, një figurë deri diku e pa, jo deri diku, po më të themi me qartësi që ka mbështetjen edhe të kryetarit të kuvendit zoti Meta, për e theksoj pra që kjo nuk është një çështje mes zotit Rama dhe ministrit të radhës të LSI-s në kryet e Ministrisë së Drejtësisë. Ky është një debat apo le të themi një konflikt që ka ekzistuar prej vitesh me zotit Rama dhe zotit Meta, sigurisht pasojat e të cilit thash që do të jenë pas zgjedhjeve të 18 qershorit, pas zgjedhjeve parlamentare, ku zoti Meta ndoshta kanë përshtypjen dhe të paktën kështu mund të analizohet që do ta ketë shumë të vështirë një le të themi dhe një mandat të dytë me Ramën kryeminist. Duke patur gjithmonë parasysh që të paktën rezultatet elektorale të LSI-s kanë ardhur gjithmonë në rritje dhe ndoshta dhe një ndryshim i balancave brenda koalicionit. Pra në rast se LSI-ja pas zgjedhjeve del me më shumë se 20 deputet, unë nuk besoj që LSI-ja do të pranojë më që Meta të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit. Deri në zgjedhje do të ketë Rama, deri në zgjedhje do të ketë dhe të tjera zhvillime besoj brenda kampit qeveritar, sepse së fundmi po dalin zëra që pritet edhe të publikohen le të themi tash të quajtura video brenda hotelit të Escobarit të Ballkanit, sepse mos harrojmë që këto pamje të paktën në dijenin time rezultojnë nga kamerat e sigurisë dhe madje flitet, nuk mund ta them me saktësi sepse do të ishte abuzive të përmendim në emrat, po flitet për të paktën një ose deri 2 ministra të cilët pushimet e kaluara verore i kanë kaluar në hotelin e Escobarit të Ballkanit, pra kanë fjetur aty, kanë ngrënë, kanë pushuar le të themi për disa ditë. Është e paqartë sepse do të ishte abuzive të përmendeshin emra në studio për sa kohë dhe politika është e rezervuar të përmend këto emra, por sigurisht që në rast se këto video do të publikoheshin apo në rast se ekzistojnë 100%
këto video, publikimi i tyre sigurisht që do rrezikonte seriozisht le themi më shumë Partia Socialiste se sa Lëvizja Socialiste për integrim. Në rast se publikoheshin këto para zgjedhjeve, sigurisht që do të kishte një efekt bumerang për mazhorancën. Po për sa kohë palët pra duket që në parim apo edhe de facto kanë vendosur që t'ia zgjasin jetën kësaj le themi Vjen dakord që nuk vjen kësaj dakord. qeverie tregon që të paktën mund të ketë zhvillime edhe të tjera, por jo të niveleve apo të përmasave kaq të mëdha sa shumë të paktën sa çpam këto javët e fundit me akuza shumë të ashpra adresuar veçanërisht ndaj policisë së shtetit dhe ministrit të brendshëm Samir Tahiri, të cilën Lëvizja Socialiste për Integrim e sheh si le të themi si përgjegjësin kryesor për mos arrestimin e Klement Balilit. Sigurisht në vijim do të kemi edhe një zhvillim shumë interesant, që është mbledhja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë. Nishani tashme ka pranuar kërkesën e zotit Meta për të mbledhur këtë këshill dhe për të analizuar përgjegjësitë apo shkaktarët e vërtet që sot Balili nuk është pas hekurave, por fakti që Klement Balili ende nuk është kapur, sigurisht që përveç se një mburojë le themi nga ushtarët e tij në thonjza, sigurisht që ka dhe një mburojë politike e cilën nuk na takon ne ta zbërthejmë se nga vjen, por sigurisht që është një mburojë e fuqishme politike e cila i mundson atij mos arrestimin, edhe tani gati po bim gati vitin që ai është pallur në kërkim ndërkombëtar. Po, çfarë arsyesh ka tashmë Lëvizja Socialiste për Integrim, duke përpjekur pak futemi te kjo psikologjia e vendimmarrjes, që të vijojë bashkëpunimin me një qeveri që publikisht sot e ka pranuar që është e korruptuar, ose të paktën një pjesë eksponentë të rëndësishëm të kësaj qeverie janë të korruptuar etj. Apo gjithë kjo deklarata e ish-ministrit Manjani tashmë do të cilësohet apo ka nisur të cilësohet si personale dhe jo një qëndrim ose sigurisht që do mund të jetë personale për sa kohë deri diku qëndrimet e Manjanit i ndajnë edhe deputetët e tjerë të Lëvizja Socialiste për Integrim, madje edhe ministra, për ne kemi rastin e Lefter Kokës, i cili gjithashtu ka qenë shumë i ashpër në adresë të ministrit të brendshëm. E thash dhe në fillim, ndoshta bashkëtesa mund të justifikojë deri diku me faktin që LSI-ja kërkon të tregojë opinionit publik apo qoftë edhe aleati tjetër që pavarësisht se është kundër mënyrës se si po qeverisë vendin, sepse në fund të fundit përgjegjësia për këtë i takon vetëm kryeministit Rama dhe pjesa tjetër është mbështetëse le të themi ndaj nismave apo ndaj reformave tash quajtura të qeverisë. Sigurisht që Meta ka domethënë po tregon edhe një herë që është i vendosur për të respektuar marrëveshjen me Metën, pavarësisht se deri në fund ai ka përdiqen kundër mënyrës se si Rama po qeveris vendin. Këto janë deri diku kalkulime politike të cilat duhet i zbërthejmë mirë Ilir Meta. Kjo është ajo çfarë ne mund të analizojmë aq sa ne dim, sepse si kundur e pamë edhe sot, do të ishte vërtet shumë e rëndë nëse të gjitha ato akuza që ish-ministri drejtësisë tashmë zoti Manjani bëri ndaj kryeministrit dhe në anëtarëve të tjerë të kabinetit qeveritar do të faktoheshin. Do të ishte vërtet domethënë kishte në rast se prokuroria le të themi do të merrte qoftë me iniciativë për të hyrë të vërtetave që sipas Manjanit ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ka qenë ministër, sigurisht që këto do shkaktonin një tronditje të qeverisë, sepse asnjë qeveri në botë në rast se i faktohen akuzat nga një antar i kabinetit të saj nuk mund të qëndronë në këmbë jo një ditë por as një orë. Kjo mbetet për t'u faktuar, prokuroria ka dëshmuar në paktën me aq sa kemi parë deri tani që nuk është seriozisht e fokusuar në luftën kundër korrupsionit, pra mjaftohet me zyrtarë të niveleve të ulta dhe askush nuk guxon të shkojë më lart, pavarësisht se për këtë ka patur apele të njëpasnjëshme nga ambasadori amerikan apo qoftë edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian apo qoftë edhe nga Kancelari Perëndimore. Rasti i fundit ishte le të themi vizita zyrtare e Metës në SBA, ku gjatë takimeve me pjesëtar të administratës së re të Donald Trumpit, sikundër zoti Vasili bëri publika, ai kishte marrë le të themi nxitjen apo në thonjza bekimin amerikan për të ndikuar në autoritetet shqiptare për arrestimin e Klement Balilit. Ndoshta dhe paktën pritja apo qoftë edhe ftesa zyrtare në SBA e kanë bërë Metën më të fortë në raport, të paktën ndoshta i ndihet më i fortë
në raport me Ramën sa i përket mbështetjes në kombëtare. Mund të jetë ky ndoshta një shkak që tashmë këto akuzat bëhen publike, sepse sigurisht që çështja Balili nuk ka ekzistuar, apo le të themi çështja e kanabisit nuk është një çështje ditëve apo javëve të fundit, është një çështje që ka mbajtur gjallë debatin në opinionin publik prej vitesh, por fakti që tashmë këto akuza artikulohen publikisht nga zyrtarët më të lartë të kësaj lëvizje, ndoshta dëshmon këtë fakt, pra që deri diku Meta mund të ketë marrë garanci nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nga zyrtarët e veçantë administratës Trump, le të themi për të shënjosur këtë nivel të madh korrupsioni në vendin tonë. Po, Tedi, falenderojmë që ishit me në studio. Nëse kënaqësi, faleminderit. Ne tani do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Shihemi pas pak me të tjera zhvillime.